Kur heshtja nuk shihet dhe zhurma bëhet normkreshma katolike kalon me përullësi dhe reflektim, ndërsa Ramazani shpesh dominohet nga ekspozimi mediatik. Në një shtet laik dhe pluralist, pyetja nuk është kundër kujt është vëmendja, por pse nuk ruhet I njëjti ekuilibër për të gjithë. Në Shqipëri, feja ka qenë historikisht një hapësirë bashkëjetese, jo përplasjeje. Pikërisht për këtë arsye, mënyra si ajo pasqyrohet në media dhe në jetën publike duhet trajtuar me shumë kujdes, maturi dhe barazi. Por realiteti I viteve të fundit po ngre një pyetje që shumë qytetarë e bëjnë nënzë, apo trajtohen të gjitha besimet me të njëjtin standard në hapësirën publike? Kjo pyetje bëhet veçanërisht e dukshme në këtë periudhë të vitit, kur njëra pjesë e besimtarëve jeton kreshmen në heshtje, sakrificë dhe reflektim shpirtëror, ndërsa pjesa tjetër sheh se Ramazani zë një prani të gjerë në media, kronika, urime publike, transmetime dhe evente të pasqyruara gjerësisht. Problemi nuk është prania e Ramazanit në vetvete. Problemi nis kur krijohet perceptimi se një fe dëgjohet më shumë, ndërsa tjetra respektohet vetëm në heshtje. Kreshma, përullësi, jo spektakël. Në traditën katolike, kreshma është një ndër periudhat më të rëndësishme të jetës shpirtërore. Ajo nuk ndërtohet mbi zhurmën, por mbi përmbajtjen. Nuk kërkon shfaqje, por ndërgjegje. Nuk ka nevojë për bujë publike që të ketë peshë, sepse forca e saj qëndron te pendesa, agjerimi, lutja dhe reflektimi I brendshëm. Pikërisht ky karakter I heshtur bën që kreshma të kalojë shpesh pa jehon të madhe publike. Por heshtja nuk duhet ngatëruar me mungesë rëndësie. Përkundrazi, fakti që ajo përjetohet pa reklam nuk e bën më pak të vlefshme, më pak të shenjtë apo më pak të denjë për respekt institucional e mediatik. Ramazani dhe dukshmëria publike. Nga ana tjetër, Ramazani ka një dimension më të dukshëm komunitar dhe publik. Ai shoqërohet me iftare, mbledhje, urime institucionale, mbulim televiziv dhe prani të fortë në diskursin publik. Kjo është e kuptueshme brenda natyrës së vet sociale dhe nuk duhet parë automatikisht si problem. Megjithatë, kur kjo dukshmëri bëhet kaq e madhe sa krijon idenë se I gjithë ritmi publik përshtatet rreth saj, atëherë lind një shqetësim legjitim. Apo ruhet ende balanca e duhur në një shtet që duhet të jetë I barabartë ndaj të gjitha komuniteteve fetare? Debati nuk është pse një festë, një muaj I shenjtë apo një praktik fetare pasqyrohet. Debati është pse një tjetër, po aq e rëndësishme për mijëra besimtar, mbetet pothuajse e padukshme në të njëjtën hapësirë publike. Shteti laik nuk matet me slogan, por me standard. Shqipëria shpesh e përdor si krenari bashkëjetesën fetare. Me të drejtë. Por bashkëjetesa nuk ruhet vetëm me fjali të bukura në festa zyrtare. Ajo ruhet me standard të barabartë, me kujdes institucional dhe me një ndjeshmëri të njëjtë për të gjithë. Një shtet laik nuk duhet të japë përshtypjen se anon nga zëri më I lartë, nga rituali më I dukshëm apo nga narrativa që prodhon më shumë jehon publike. Laiciteti nuk do të thotë ftohtësi ndaj fesë. Do të thotë drejtësi simbolike ndaj të gjitha feve. Kur qytetarë të ndryshëm fillojnë të ndjejnë se hapësira publike nuk I pasqyron njësoj, atëherë nuk kemi më vetëm çështje perceptimi. Kemi çarje të vogla në ndjenjen e barazisë, të cilat me kohë mund të kthehen në pakënaqësi më të thella. Media dhe përgjegjësia për të mos krijuar pabarazi simbolike. Një pjesë e madhe e këtij perceptimi lidhet drejt për drejt me median. Në vend që të ruaj ekuilibrin, media shpesh ndjek logjikën e dukshmërisë, spektaklit dhe prodhimit të vëmendjes. Kjo e bën më të lehtë mbulimin e asaj që është më publike, më vizuale, më e zhurmshme. Ndërsa periudhat e heshtura shpirtërore mbeten në sfond. Por pikërisht këtu qëndron detyra profesionale e medias, jo të amplifikoj vetëm atë që bën më shumë zë, por të pasqyroj me seriozitet dhe ndershmëri gjithë mozaikun fetar të vendit. Sepse përndryshe, pa dashje, media bëhet jo pasqyrë e pluralizmit, por instrument I çekuilibrit. Shqipëria nuk është e askujt më shumë se e tjetrit. Në një republik pluraliste, askush nuk duhet të ketë ndjesinë se tradita e vet fetare është më pak e dukshme, më pak e respektuar apo më pak e konsideruar se ajo e tjetrit. Shqipëria nuk është asë një shumice që bën më shumë zë, asë një minorance që hesht më shumë. Shqipëria është e të gjithëve njësoj. Prandaj, çdo trajtim publik I fesë duhet të jetë I ekuilibruar, I kujdesshëm dhe larg çdo fryme imponuese, edhe kur kjo imponesë nuk shpallet hapur, por perceptohet në mënyrën se si ndërtohet vëmendja publike. Çështja nuk është feja, por masa e barazisë. Kush e lexon këtë debat si sulm ndaj Ramazanit, e lexon gabim.
Kush e lexon si kundërvënie ndaj muslimanëve e deformon. Thelbi është tjetërkun, të nevoja për të matur me të njëjtën peshore të gjitha shprehjet fetare në një shtet që pretendon neutralitet dhe barazi. Kreshma nuk ka nevojë të bëhet zhurmë që të njihet, por as nuk duhet të zhduket nga vëmendja publike vetëm sepse natyra e saj është më e heshtur. Po ashtu, Ramazani nuk duhet paragjykuar për praninë e vet publike, por kjo prani nuk duhet të prodhojë ndjesinë se hapësira publike anon në një drejtim. Në fund, më shumë maturi, më pak teprim. Shqipëria ka nevojë të ruajë një nga vlerat e saj më të çmuara, ekuilibrin mes besimeve. Dhe ky ekuilibër nuk prishet vetëm nga urrejtja e hapur. Prishet edhe nga teprimi, nga pabarazia simbolike, nga mungesa e ndjeshmërisë dhe nga normalizimi i njanshmërisë. Besimi i vërtet nuk ka nevojë për garë vëmendjeje. Por shteti dhe media kanë detyrimin të mos krijojnë terren ku njëri duket gjithmonë më i pranishëm, ndërsa tjetri mbetet vetëm në heshtje. Sepse kur barazia humbet edhe në simbolik, herët avon dëmtohet edhe në ndërgjegjen publike.